Horoskopi ditor, e shtunë, 28 mars 2026. Dashi. Ndjeni një nevojë më të madhe për të bërë gjëra në mënyrë të pavarur dhe për të arritur qëllimet tuaja personale, të dashur dash, dhe mbajtja e përgjegjësive mbi supe mund të jetë fuqizuese me Saturnin, aktualisht në shenjën tuaj, në harmoni me Plutonin. Mund të jeni duke punuar me zell për të ndërtuar një projekt personal, pavarësinë tuaj, ose një iniciativë apo sipërmarrje solo. Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet tuaja me miqt ose rrjetet tuaja po evoluojnë. Një lidhje më e pjekur me një mik është e mundur tani. Imazhi ose identiteti juaj mund të kalojë nëpër një lloj ripërpunimi ndërsa I qaseni botës ndryshe dhe të tjerët ju shohin në mënyra të reja. Mund të jetë një ditë praktike frymëzuese, por është gjithashtu e fortë për tërheqje personale. Besimi juaj është tërheqës dhe I vlerësuar sot. Demi. Ti ke një ndjenjë të veçantë të kohës për çështje praktike tani, I dashur Dem. Mund të bëhesh më I organizuar, ose një orar më I mirë dhe më efektiv mund të përmirësojë jetën tënde personale. Bota jote e brendshme, ëndrat, qëndrimi ndaj së kaluarës dhe përballja me ciklet e fundit mund të pësojnë një ripërpunim, rigjenerim dhe transformim. Gjithashtu po gjen mënyra praktike për të realizuar qëllimet e tua, dhe kjo është e kënaqshme. Sot, marrëdhëniet lulëzojnë me hapje dhe gatishmëri. Është një kohë e mirë për të çliruar nga zakonet e këqija dhe për të filluar nga e para. Tani mund të jesh duke menduar për një plan në këtë drejtim. Binjakët. Një aspekt harmonik Saturn-Pluton ndodh tani, të dashur binjak, duke sjellë tema më të forta të mësuarit, ndarjes dhe të parit të botës me sy të rinj. Mund të përqendroheni në thjeshtimin dhe transformimin e misive tuaja, jetës shoqërore, rrjedhëzimit, ndjenjës së komunitetit dhe qëllimeve të lumturisë, dhe është një proces I shpërblyer. Po përpiqeni drejt vendimeve më të pjekura, të menduarit racional dhe vëmendjes së veçantë ndaj përgjegjësive tuaja në këto fusha. Është një kohë e fuqishme për të dalë me plane të forta, të vendosura dhe praktike për të ardhmen. Përmirësimet në sistemet tuaja të komunikimit dhe transportit mund të nxisin jetën tuaj shoqërore. Mund të motivoheni të ecni përpara me një përpjekje mësimore, një qëllim personal ose një kauz. Lidhjet mund të jenë të vlefshme tani, pasi ato janë frymëzuese dhe praktikisht mbështetëse. Një takim mendjesh ose një bashkëpunim I veçantë mund të jetë në qendër të vëmendjes. Mund të arrini një nivel të ri të kuptuarit ose vetdijes, ose të zbuloni mënyra për të rigjallëruar një lidhje. Gaforja. Saturni formon një aspekt nxitës me Plutonin sot, I dashur gafore, dhe ju mund të punoni për të ripërcaktuar atë që projektoni në botë, veçanërisht përmes karrierës, statusit ose reputacionit tuaj. Ndërtimi I reputacionit dhe profesionit tuaj mund të jetë I kënaqshëm. Një depërtim I mbret në një çështje karriere ose lëvizje përpara në një projekt të rëndësishëm mund të ndodhë tani. Mbështetja mund të jetë e afërt. Planet e biznesit ose të punës, si dhe buxhetet, mund të përfitojnë shumë nga një vështrim I dytë. Nevoja juaj për të pasur një punë kuptimplote është e fortë tani dhe mund të nxjisë suksesin tuaj. Planet për paratë dhe punën mund të forcohen ose të perfeksionohen me sukses të madh. Riparimi ose përmirësimi I marrëdhënieve me figurat e autoritetit dhe bashkëpunëtorët e biznesit mund të jenë në qendër të vëmendjes sot. Zbulimi I dëshirave dhe nevojave tuaja të vërteta mund t'ju ndihmojë të përcaktoni më mirë qëllimet tuaja. Është gjithashtu një kohë për të hartuar një plan afatgjallë. Luani. Nëse keni pasur në mendje një ndryshim në stilin e jetës, planet për ta filluar atë mund të dalin këtë javë, I dashur Luan. Mund të jetë gjithashtu një kohë e shkëlqyer për zgjidhjen e konflikteve me të tjerët. Objektivat personale të vendosura për t'ju fuqizuar mund të jenë në fokus. Me besimin se meritoni më shumë, suksesi duket I afërt. Me ndihmën e harmonisë së Saturnit me Plutonin, cimentimi I një marrëdhënieje ose kursi studimi mund të jetë në proces. Ndryshimet e vogla dhe pozitive të bëra tani mund të kenë ndikime të mëdha në të ardhmen tuaj. Po silleni me vetë respekt dhe po tregoni respekt për të tjerët. Aftësia juaj për të menaxhuar stresin dhe presionin rritet jashtëzakonisht. Për më tepër, ka një vlerësim më të madh për talentet tuaja natyrore dhe personalitetin tuaj. Virgjëresha. Me harmoninë e Saturnit dhe Plutonit, po përpiqeni të ndiheni më të pjekur dhe të kënaqur, Virgjëresh e dashur. Po thithni një sasi të jashtëzakonshme nga mjedisi juaj thjesht duke u tërhequr dhe duke vëzhguar më shumë se zakonisht.
Energjia e mirë është me ju ndërsa mbani përgjegjësi dhe ndjeni edhe më të qëllimshëm dhe të fortë në këtë proces. Qelësi tani është një qasje më e ekuilibruar për të ndarë veten me të tjerët, duke vendosur kufi personal, duke lejuar pak butësi dhe përjashtime. Po mësoni artin shumë të ndërlikuar dhe të hollë të ndihmës dhe mbështetjes së njerëzve që doni pa shkuar aq larg sa të përfundoni duke u ndjerë të pakënaqur ose të përdorur. Jeni të motivuar t'u jepni kuptim gjërave dhe të mendoni në mënyra që jo vetëm do t'ju sjellin dobi tani, por që do të sjellin kënaqësi afatgjallë. Gjithashtu, mund të shfaqet mundësia për të gërmuar thellë dhe për të arritur në zemër të një marrëdhënieje ose çështjeje private. Është një kohë për riparim emocional, shërim dhe mirëkuptim të thellë. Mund të mblidhni lehtësisht mbështetje nëse është e nevojshme tani, dhe të tjerët kanë tendencë të përqafojnë idetë ose vizionin tuaj. Peshorja. Ju jeni optimist dhe praktik në vizionin tuaj, i dashur peshore, gjë që ndihmon në forcimin e lidhjeve tuaja. Qëndrimet tuaja ndaj jetës, dashurisë, kreativitetit dhe romancës po kalojnë një metamorfozë të thellë ndërsa prioritetet tuaja ndryshojnë. Zgjedhja juaj e një partneri romantik ose miku mund të varet shumë nga cilësia e komunikimit në atë marrëdhënie ose premtimi i saj. Gjithashtu, po mësoni shumë rreth vendosjes së kufive të arsyeshëm në partneritetet dhe marrëdhëniet tuaja të dashurisë. Mund të jeni duke ndihmuar dikë të kalojë një vështirësi ose anasjelltas. Është një kohë e shkëlqyer për t'u angazhuar ose për t'u riangazhuar në një proces shërimi, marrëdhënie ose qëndrim të përmirësuar në lidhje me marrëdhëniet. Sot, marrëdhëniet janë më të hapura se zakonisht dhe mund të afroheni më shumë me dikë. Instinktet e parave janë të mira. Akrepi. Motivuesit kryesor tani janë kuptimi dhe qëllimi më i madh, duhet të ndiheni të frymëzuar, dhe pasi të frymëzoheni, jeni më shumë se të gatshëm të bëni përpjekje, i dashur akrep. Me një aspekt harmonik Saturn-Pluton, misioni juaj është të organizoheni dhe të mësoni jo vetëm të pranoni, por edhe të tregtoni talentet tuaja. Energjia e mirë është me ju ndërsa sillni më shumë strukturë në jetën tuaj pa kompromentuar nevojën tuaj për thyrje rregullash dhe eksplorim të nevojave imagjinative ose argëtuese, ndërsa vazhdoni të ndiqni rutina më të mira, një jetë shtëpiake më funksionale dhe mirëqenie më të madhe. Kjo është një kohë e fuqishme për të identifikuar elementet e panevojshëm në rutinën tuaj ose në qëndrimet tuaja, duke e bërë më të lehtë për t'u përmirësuar. Miqtë dhe bashkëpunëtorët ju vlerësojnë shumë sot, por është gjithashtu një kohë për të krijuar lidhje përmes punës suaj ose ndjekjes së qëllimeve tuaja rutinë. Shigjetari. Me një aspekt Saturn-Pluton, i dashur shigjetar, mund të kesh mjaft sukses në ripërcaktimin e qëllimeve në mënyrë që ato të jenë më realiste dhe të realizueshme. Një ndjenjë më e fortë kuptimi dhe qëllimi të motivon, veçanërisht me interesat, projektet, hobet dhe komunikimet e tua personale. Të takosh dikë që të frymëzon të mendosh në mënyra të reja është e mundur. Mund të jetë një kohë e shkëlqyer për të filluar një projekt të ri ose për t'u angazhuar në një punë të veçantë në zhvillim me sipër. Fjalët dhe krijimet e tua kanë një ndikim më të madh dhe të tjerët e vlerësojnë llojin tënd të veçantë të energjisë. Mund të ndihesh këndshëm ambicioz. Një ndjenjë se të tjerët ose po bashkëpunojnë ose po të lënë të bësh gjën tënde të ndihmon të jesh veçanërisht produktiv. Bricjapi. Sekstili i Saturnit me Plutonin sjell një dëshirë si për frymëzim ashtu edhe për strukturë, i dashur Bricjap. Planet me një shans të mirë për t'u bërë realitet po dalin në pa. Është një kohë e fortë për t'u ndjerë i vlerësuar dhe ndjesia se mund të kapërceni problemet që kanë penguar progresin tuaj është me ju. Është gjithashtu një kohë e mirë për të gjetur mjetet e duhura për të menaxhuar më mirë jetën tuaj shtëpiake dhe punën ose punët e shtëpisë. Mund të ketë një fokus të këndshëm në organizimin e shtëpisë, familjes dhe sendeve tuaja me një sy drejt eliminimit të panevojshëm ose të pavlerë për të përmirësuar produktivitetin. Riparimi i një marrëdhënieje të vështirë ose të tendosur familjare mund të jetë në qendër të vëmendjes dhe mund të jetë shumë produktiv dhe shpërblyes. Ka të ngjarë të jeni shumë të kënaqur me ndryshimet e ngadalta, por të projektuara për të zgjatur që po bëni tani. Ujori. Rutinat tuaja përmirësohen ndërsa i kushtoni vëmendje nevojave tuaja materiale dhe shpirtërore, në vend që t'i jepni përparësi njërës mbi tjetrës tani, i dashur ujor. Tranziti i sotëm Saturn-Pluton ju fuqizon dhe mund të ketë një ndikim të qëndrueshëm. Mund të gjeni veten duke marrë rolin e konsulentit ose këshilltarit, ose mund të jeni mjaft të vendosur për të rindërtuar dhe për të pasur sukses.
po e njihni fuqinë e fjalëve dhe mendimeve tuaja, dhe se si ato ndihmojnë në formësimin e rrugës suaj të jetës. Bërja e ndryshimeve në mënyrën se si shpreheni dhe në zakonet tuaja të përditshme të menduarit mund të jetë jetë ndryshuese në këtë kohë. Mund të angazhoheni në një program mësimor ose të ringjallni një lidhje të kaluar. Është një kohë e fortë për ndikim dhe ndikim personal, dhe rezervat tuaja të energjisë janë të forta. Mund të zbuloni përgjigje për probleme komplekse, dhe kjo është e kënaqshme. Një ndjenjë paqeje ju vjen sot, ndoshta ironikisht përmes përballjes me demonet e brendshëm, edhe nëse këto duket se stimulojnë eksitim ose konflikt. Peshqit. Energji e fuqishme është me ju për të gjetur zgjidhje për problemet, të dashur peshq. Po shihni të metat në sistemet tuaja aktuale, veçanërisht ato që lidhen me paratë dhe biznesin, dhe jeni gati të punoni mbi to me Saturnin dhe Plutonin në harmoni. Është koha për t'i trajtuar ngjarjet me pjekuri duke hedhur një vështrim të ndershëm në një plan, projekt ose fushë të jetës suaj. Ka të ngjarë të përjetoni një ndjesi të mrekullueshme të qenit në sinkron dhe të mbështetur në një marrëdhënie sot. Është një ditë e mirë për bashkëpunim me të tjerët dhe është gjithashtu mjaft e fortë për tërheqje personale, veçanërisht sepse jeni shumë të gatshëm të dëgjoni njerëz të rëndësishëm në jetën tuaj. Të tjerët kanë tendencë t'ju mbështesin dhe ju jeni të shpejtë ta ktheni nderin. Ndjesia juaj për paratë është në kulmin e saj sot. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.